Shikues të televizionit s'kan jemi në election room. Për 11 orë, qytetarët shqiptarë kanë qëndër qendrave të votimit duke demonstruar pjesëmarrje në procesin e votimeve dhe duke vendosur një standard evropian në mënyrën se si është zhvilluar procesi. Tashmë, pas një ore kur do të mbyllet procesi i votimeve, do të jenë politikanët ata të cilët do duhet të demonstrojnë të njëjtin standard për sa i përket administrimit të procesit. Dhe në fakt, gjatë ditës së sotme për 11 orë ata kanë dhënë mesazhe kryesisht për sa i përket pjesëmarrjes në votime, pa shënuar gjuhë të ashpra apo tensione mes tyre. Dhe në fakt, pjesëmarrja është elementi i cili është më i rëndësishëm i këtyre zgjedhjeve, por sa herë ka proces zgjedhore, diskutimi është se çfarë mesazhi po jep pjesëmarrja e qytetarëve shqiptarë për sa i përket zgjedhjeve dhe për sa i përket klasës politike. Dhe këtë do ta analizojmë në këtë moment për të parë nëse këto zgjedhje ka pasur apo jo pjesëmarrje sikurse do duhen. Të mos harrojmë faktin që pjesëmarrja në votime është një mesazh si për njërin palë politike ashtu edhe për tjetrën. Zakonisht kur ka një pjesëmarrje të madhe në zgjedhje, supozohet që të ketë një mobilizim më shumë nga opozita. Pakën kështu është parimi i demokracisë apo i mesazhit që japin votimet. Dhe në fakt, për të parë se cila është aktualisht pjesëmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kemi këto të dhëna për sa i përket brenda vendit deri në orën 17 raportohet që 39.15% është pjesëmarrja aktuale në rang vendi. Ndërkohë, po të shohim se si ka qenë trendi ditës së sotme, kemi pasur një pjesëmarrje të ulët deri në orën 9, për të vjuar më pas në orën 11 që 17.79% është rritur më pas në orën 23 dhe sikurse ne do shohim kemi një rritje progresive të pjesëmarrjes në zgjedhje deri në 39.15% që është ora 15. Dhe sigurisht që është një pjesëmarrje që mbetet për të parë se si do të vijojë për faktin se jo të gjitha qendrat e votimit kanë raportuar. Janë 5.225 qendra votimi në total, nga të cilat vetëm 3.825 kanë raportuar. Kjo do të thotë që një pjesë e madhe e qendrave të votimit nuk kanë dhënë ende shifrat se sa është pjesëmarrja reale. Kjo do të thotë që si në orën 8, 9, 10, 11 dhe në orët e tjera do kemi një riindeksim të këtyre shifrave për të nxjerrë më pas nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve se cila ka qenë pjesëmarrja reale e këtij procesi zgjedhor. Është padyshim një element shumë i rëndësishëm pjesëmarrja, mos harrojmë faktin që kjo përqindje duket gjithmonë sigurisht e ulët në krahasim me vitet e tjera, por në fakt ka një lloj nevoje për të bërë indeksimin. Numri i personave të cilët janë të regjistruar për të marrë pjesë në votime nuk është i barabartë me numrin e personave që janë rezidentë në Shqipëri, pra dhe që kanë drejt vote. Kjo nuk kupton që do duhet së zbën kemi një lloj rimatje, por një lloj riindeksimi tjetër. Sigurisht, regjia mua do më ndihmoj me disa grafik për të analizuar se si ka qenë trendi i procesit të votimeve si në orën 10 për të vijuar më pas dhe në orën 16, duke krahasuar me proceset e mëparshme për të parë nëse në këto zgjedhje kemi pasur më pak apo më shumë pjesëmarrës. Dhe nisim me orën 10, e cila po themi është e njëjta shifër që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për 3 proceset e fundit zgjedhore. Deri në orën 10, sipas raportimeve që ka pasur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka qenë 12.86% gjatë këtij viti, pra në këtë proces zgjedhor pjesëmarrja. Ndërkohë në vitet më parashme, sikurse e shohim në grafik, kemi pasur në vitin 2021, pra në zgjedhjet më parashme, 16.66% pjesëmarrje në orën 10 dhe 14.7% në 2017, në dy proceset e fundit. Sikurse e vërejmë nga kjo dhënë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në bazë krahasimore, pjesëmarrja në këtë proces zgjedhor është dukshëm më ulët se sa në zgjedhjet më parashme. Për të vijuar më pas në të dhënat e tjera të cilat është për sa i përket pjesëmarrjes në Tiranë në orën 10 për të parë pra se si kanë reaguar qytetet, Tirana deri në orën 10 ka pasur 14.22% në këtë proces zgjedhor. Më herët në dy proceset më parashme ka qenë 18.91% në 2021-shin, për të vijuar në 2017 me 16.91%. Edhe në këtë rast Tirana duket pra që ka po themi më pak pjesëmarrje për sa i përket orës së 10. Pra reagimi i orëve të para të procesit të votimit nuk ka qenë ngjashëm me po themi me proceset e tjera. Dhe kjo do duket edhe në qarqet e tjera, sikurse do vërejmë më vonë. Në Fier që është qarku i dytë më i madh për sa i përket peshës elektorale në vend, numrit mandateve, por edhe numrit votuesve, pjesëmarrja deri në orën 10 të ditës së sotme ka qenë 13.62%. Ndërkohë në dy proceset më parashme, po në të njëjtën orë ka qenë 16.67 në zgjedhjet 2021-shit dhe 15.07 në 2017. Pra kjo është baza krahasimore për sa i përket qarkut Fier me dy proceset më parashme. Dhe këtu është dukshëm më ulët pjesëmarrja në orën 10. Kalojmë pastaj në Durrës, që gjithashtu qark i rëndësishëm me peshë elektorale shumë të madhe, 12.12% është në vitin 2025, pra gjatë këtij viti, ditës së sotme, në dy proceset më parashme ka qenë 15.94 dhe 15.14. Sërish edhe Durrësi pra kemi një përqindje të pjesëmarrjes më të ulët. Dua të ritheksoj faktin, atë që thash më parë, shifra 12.12% është
Për sa i përket atyre që kanë raportuar, kjo shifër mund të rikorrigjohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në momentin që njësitë e votimeve do të raportojnë të plota. Nuk kanë raportuar gjitha njësitë, duhet saktuar ky element. Për kaluar më pas në Elbasan, që gjithashtu qark i rëndësishëm, 12.71% është pjesëmarrja deri në orën 10. Në orën 10 të dy proceseve të mëparshme zgjedhore, pjesëmarrja ka qenë 17.34% në 2021 dhe 14.94% në 2017. Sërish kemi pra një pjesëmarrje më të ulët të raportuar. Duhet të evidentuar kjo pjesë që është raportuar për sa i përket pjesës së Elbasanit. Për vjuar më pas në Berat që 12% në vitin pra në këtë proces zgjedhor ditën e sotme, në dy zgjedhjet e mëparshme në orën 10 ka qenë 16.79% dhe 15.08%. Sërish edhe në këtë rast kemi një pjesëmarrje më të ulët paktën për sa i përket orës 10. Në Vlorë 9.68% është qarku që ka pjesëmarrjen më të ulët ditën e sotme dhe tradicionalisht Vlora ka pasur një pjesëmarrje të ulët në orët e para të mëngjesit, por pas ka ndryshuar raporti në orët e pasdites, mbetet për të parë nëse orët e ditës së sotme do të bëjnë të njëjtin tendencë, do riverifikojnë pra sikur se ka qenë në zgjedhjet e mëparshme, ndërkohë në orën 10 të dy proceset më mëparshme zgjedhore pjesëmarrja ka qenë 11.57% dhe 12.31% për qarkun e Vlorës. Për kaluar në qarkun tjetër që gjithashtu ka një lloj ndryshimi, Dibra duket sikur ka një farë ngjashmërie me vitin 2017 në fakt, por në këtë proces zgjedhor deri në orën 10 të ditës së sotme janë 13.93% pjesëmarrja në zgjedhje, ndërkohë në procesin e mëparshëm para 4 viteve ka qenë 16.87% në të njëjtën orë, për të vijuar më pas në 2017 në 14.47% pra në të njëjtën orë, pra në zgjedhjet e paraardhëse. Dibra pra duket sikur përruan njëtat kuota. Për sa i përket Gjirokastros, pjesëmarrja e ditës së sotme në orën 10 ka qenë 11.51%, tendenca e fillimit të procesit të votimeve ka qenë ngjashme me atë pothuajse me vitin 2021 ku ka qenë 13%, ndërsa në zgjedhjet e 2017 ka qenë 14%. Nëse ne do të shohim reindeksimin që mund të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duket se Gjirokastra ka pothuajse të njëjtën tendencë për sa i përket ritmit apo fluksit të votuesve në orët e para të mëngjesit. Për vijuar më pas në qarkun tjetër, që është në Korçë, ku 11.91% në vitin 2025, në orën 10, duket sikur ka një lloj balance në vitin 2021 në orën 10 kanë qenë 15%, ndërkohë në 2017 9.92%. Pra nëse do të shohim, pjesëmarrja apo fluksi i orës 10 në Korçë ka qenë pothuajse po themi pak më i lartë se 2017 dhe pak më i ulët se 2021. Pra një lloj tendence që ndryshon nga procesi në proces. Pra ky ka qenë fluksi që ka pasur qyteti i Korçës. Ndërkohë në Kukës, sikurse e shohim, në 11.71% janë raportuar si pjesëmarrje apo si fluks votuesish në orën 10, në orët e para të mëngjesit, për vijuar në 2021 që ka qenë 15.11% dhe 2017 17.14%. Dhe në këtë rast pra shohim që Kuksi ka një pjesëmarrje të raportuar deri në orën 10, pra në orët e para të mëngjesit, më të ulët se sa në dy proceset e tjera zgjedhore. Dhe duket sikur gjithë po themi orët e para nuk e kanë pasur atë fluksin në gjitha qarqet për sa i përket fluksit pjesëmarrjes. Ndërkohë Lesha ka 14.42% pra deri në orën 10. Pra fluksi i Lezhës në orët e para ka qenë kaq. Në vitin 2021 është 16%, në 2017 ka qenë 18.64%. Të gjitha shifrat janë ato çfarë ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dua të ritheksoj atë që thash dhe dy herë tjera më parë. Të shifrat e ditës së sotme deri në orën 10 janë të pa azhurnuara, sepse vetëm një pjesë e qendrave të votimit kanë raportuar për pjesëmarrjen, ka shumë qendra, një pjesë shumë e madhe e cila nuk ka raportuar dhe si rrjedhoj mund të bëjë që kjo përqindje që është tani në orën 10 të mund të rishikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një moment të dytë për të parë se cili ka qenë fluksi real dhe nëse vërtet kemi të bëjmë me një rënje të pjesëmarrjes në zgjedhje të këtij viti. Për vijuar më pas, pra kjo ka qenë pjesa e Lezhës. Ndërkohë në Shkodër kemi 12.03% deri në orën 10 ka qenë ky fluksi i qarkut të Shkodrës, në vitin 2021 pra ka qenë 15.16%, ndërsa në vitin 2017 12.69%. Sikurse ne shohim, duket sikur tendenca të paktën deri tani është e barabartë me atë të vitit 2017, pra si tendencë për sa i përket procesit të votimeve. Ndërkohë, kjo është për sa i përket përditësimit të orës 10. Për të kaluar më pas se si ka ndryshuar fluksi i votuesve deri në orën 16. Sërish kemi të dhëna të 3 proceseve të fundit zgjedhore se si ka qenë pjesëmarrja, cili ka qenë fluksi dhe në fakt kjo do të është për sa i përket procesit zgjedhor. Kalojmë tek pjesëmarrja në rang vendi. Në vitin 2025, pra është 33.67% pjesëmarrja në rang vendi për sa i përket orës 16 të ditës së sotme. Në vitin 2021 pjesëmarrja ka qenë 41.25%.
dhe në vitin 2017 35,58%. Nëse ne do të shohim dhe në këtë rast duket sikur ka një farë ngjashmërie të fluksit votuesve për orën 16, ka një rritje të dukshme të pjesëmarrjes në këtë orë. Mos harrojmë që zakonisht është ora e fundit, ora tanishme ku ka thirrjet më të shumta për të votuar, ka dhe një mobilizim më të madh të gjithë qytetarëve, të cilët duke qenë se është ditë fundjavë, kanë planet të tjera dhe zgjedhin një moment të dytë për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Dhe kjo bën që përqindja në orën të fundit të procesit të votimeve të themi shumë më lartë dhe në shproporcion me orët e tjera ku po themi një farë mënyrë fluksi është më i balancuar. Kjo do të thotë që duket që pra për sa i përket në rang vendi përqindja duket shumë e afërt me atë të vitit 2017, por nëse do të ishte raportimi i plot, mos harrojmë në vitin 2017 është raportimi i plot, në 2025 nuk është raportimi i plot ende sepse jo gjitha qendrat e numërimit e votimit pra nuk janë raportuar plota. Dhe kjo bën që të kemi një përqindje e cila mund të jetë shumë më lartë se 2017, por duhet ta shohim nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë pak të riindeksim. Për vjuar më pas tek analiza e qarqeve të cilat një farë mënyre mund na japin një panoramë më të plotë për të parë se si ka ndryshuar fluksi. Pra nëse ka pasur nga ora 10 deri në orën 16 një fluks më të shtuar të votuesve, pra një rritje më të madh. Dhe në fakt deri në orën 16 në Tiranë rezulton 38,49% e pjesëmarrjes për sa i përket votuesve. Në vitin 2021 ka qenë 46,74% në këtë orë, ndërsa në vitin 2017 38,42%. Të mos harrojmë faktin pra që me gjitha shifrat që ne po shohim, duket sikur tendenca e këtyre zgjedhjeve është më lartë se 2017-s, por 2021-shit prap vazhdon të jetë në vitin 2021 vazhdon të jetë prap më lartë. Dhe për të vijuar më pas për qarkun tjetër fier që pjesëmarrja është 34,50% e raportuar deri në orën 16 në dy zgjedhjet e mëparshme, për sa i përket këtij orari, fluksi i votuesve ka qenë 39,84% në 2021 dhe 34,49% në 2017. Pra duket një lloj balance fieri ka mbajtur atë që quhet balance apo të njëjtin ritëm, duket sikur ka për sa i përket ritmit apo shpejtësisë së shkuarjes për votim. Të shohim edhe orën e fundit se si mund të ndryshojë këtë raport për sa i përket qarkut fier. Ndërkohë, në 31,14% është përditësimi për orën 16 për sa i përket Durrësit, ndërkohë në 2021 ka qenë 38,95%, për të vijuar në 2017 me 35,54%. Në këtë rast Durrësi duket që deri në orën 16 pra ka një fluks, po themi, më të ulët se sa në proceset e mëparshme. Për të vijuar më pas në qarkun tjetër, i cili është Elbasani me 34,10% deri në orën 16, në 2021 ka qenë 43,87% dhe 2017 37,51%. Dhe Durrësi pra dukshëm ka një farë diferencë për sa i përket pjesëmarrjes apo fluksit votuesve deri në orën 16. Për vijuar më pas në qarkun tjetër në Berat deri në orën 16 kanë qenë 32% ditën e sotme Berati, për vijuar në dy proceset e mëparshme 39,28% dhe 38,12%. Sigur se shohim ka një disbalancë të dy proceset në këtë proces krahasuar me dy proceset e mëparshme. Për vijuar më pas tek qarku tjetër që është Dibra, 40,10% është pjesëmarrja deri në orën 16 në qarkun e Dibrës. Në dy proceset e mëparshme zgjedhore ka qenë 47,80% dhe 43,30%. Pra duket sikur Dibra nuk ka një diferencë shumë të madhe në krahasim me proceset e mëparshme. Ndërkohë për sa i përket Gjirokastër është 30,40% pra deri në orën 16, në dy proceset e mëparshme ora 16 ka qenë 36,50% dhe 35,66%. Ndërkohë kalojmë tek qarku tjetër që është Korça me 32,80% në orën 16 dhe në dy proceset e mëparshme ka qenë 39,60 me 38,33. Sërish edhe Korça në këtë rast ka një disbalancë me dy proceset e fundit zgjedhore dhe sigurisht është pra themi një fluks më i ulët se sa në proceset e mëparshme. Ndërkohë kemi në Kukës ku pjesëmarrja rezulton deri në orën 16 36,80%, ndërkohë në dy proceset e mëparshme ka qenë 43,72% dhe 36,86%. Pra kur ne shohim edhe Kuksi ka një lloj disbalance, por në krahasim me 2017 duket sigurisht në të njëjtat shifra. Mbetet të ritheksoj sërish që shifrat e orës 16 do ndryshojnë sërish në momentin që do të raportojnë të gjitha qendrat e votimit dhe të ketë një lloj riindeksimi të këtyre shifrave. Të shifrat pra të 2025-s janë paraprake. Dhe pavarësisht se mund të duket që ka një tendencë ndoshta po themi aktualisht rëndëse, do duhet shohim vendimin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për parë nëse kjo tendencë apo ky projekcion apo ky lloj parashikimi është i saktë apo jo, pra sigurisht se tregon realitetin në terren. Ndërkohë në Lezhë kemi 32,75%.
është ndoshta ndër pjesëmarrjet po themi të larta në krahasim me një lloj disbalancet nëse ne do ta shohim jo shumë e madhe me dy proceset e mëparshme kur ka qenë 38.99% dhe 31.54%. Pra qarku i Lezhës duket sigurisht në të njëjtat raporte pak më lart se sa 2017 dhe po i afrohet dhe po themi fluksit të vitit 2021 si nivel pjesëmarrje. Mbetet shohim se si do të jetë rezultati në fund. Për të vjuar me pjesëmarrjen në Shkodër, ku është 28.88% deri në orën 16 ka qenë ky rezultat, sigurisht do riindeksohet. Në vitin 2021 në të njëjtën orë ka qenë 36.36% dhe në vitin 2017 30%. Dhe në këtë rast Shkodra pra duket sikur i afrohet tendencës së vitit 2017 si raport i pjesëmarrjes në votime. Dhe ndërkohë është Vlora që gjithashtu vazhdon konsiderohet si një nga qarqet që në një farë mënyrë ka më pak fluks votuesish. Mos harrojmë faktin që në Vlorë zhvillohet Giro d'Italia e cila ka krijuar që problematikën që 55 qendra votimit kanë vështirësi aksesimi nga votuesi dhe si rrjedhoi është kërkuar shtyrja e afatit apo e orarit për votimet në Vlorë deri në orën 10. Dhe deri tani pjesëmarrja është pra e orës 16 e kuotuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është 24%. Në vitet 2021 dhe 2017 që janë dy proceset e mëparshme zgjedhore, pjesëmarrja ka qenë përkatësisht 29.45% dhe 27.70%. Sigurisht që Vlora shuhet, po themi, sikur se e thash edhe në përshkrimin e orës 10, ka një lloj vonese në Vlorë për sa i përket procesit të votimeve dhe sigurisht që e njëjta tendencë, po themi, vëret që është në çdo proces zgjedhor, sigurisht do të shohim që pjesëmarrja në krahasim me qarqet e tjera gjithmonë më ulët në këtë qark, në këto oraret e 10 dhe 16. Dhe ky ka qenë grafiku i fundit për sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje. Sigurisht një nga pikpyetjet më të mëdha është nëse kjo pjesëmarrje është pjesëmarrja reale apo jo, dhe ndërkohë regjia do ndihmoj me grafiket e tjerë për sa i përket mënyrës se si llogariten, po themi, pjesëmarrja dhe sa do të ishte pjesëmarrja reale. Dhe sigurisht që në listat e votuesve, sikur se e thash edhe më parë, janë dhe ata personat e cilat jetojnë jashtë dhe mund të votojnë në Shqipëri. Të mos harrojmë faktin që në këtë proces zgjedhor kemi votues nga diaspora që janë regjistruar, por kjo nuk do të thotë që ata që janë të regjistruar dhe janë diasporë të paregjistruar nuk mund të vinë në Shqipëri dhe të votojnë. Pra ata kanë pasur të drejtën që të udhtojnë drejt Shqipërisë për të bërë për një farë mënyrë për të shtruar të drejtën e tyre të votës në mënyrë direkte duke ardhur. Por sigurisht përfshirja e atyre që nuk jetojnë në Shqipëri, pra emigrantëve në lista ka prodhuar atë që quhet përqindje e ulët. Pra në realitet përqindja zyrtare që jep Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bazohet në pjesëmarrjen totale të, po themi, të votuesve, që përfshin dhe ata që janë jashtë vendit. Ndërkohë, shpeshherë ndodh që duke qenë se popullsia rezidente, po themi, mund të ketë një përqindje shumë të lartë pjesëmarrëse, por përqindja llogaritet tek gjithë votuesët. Dhe këtë do të bëjmë atë që quhet kuotimi për sa i përket pjesës së votuesve. Por të ndjekim pak se cili është raporti për sa i përket votuesve. Në Shqipëri, votues të regjistruar janë 3.467.962. Diaspora, ku janë regjistruar, pra për të shtruar të drejtën e tyre të votës, janë 245.935. Ndërkohë ne kemi bërë një përllogëritje për sa i përket censit e vitit 2023. Është hera parë në një proces zgjedhor që ne mund të bëjmë një krahasim se sa përqind e shqiptarëve që janë prezent në Shqipëri me të drejtë vote e ushtrojnë këtë drejtë. Shpeshherë na është thënë publikisht që ne kemi të bëjmë me një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje që shkon te 40-50, por në fakt popullsia, po themi, rezidente në Shqipëri që ka drejtë vote, do të rezultonte që shkon në nivele 80% nëse ne do të krahasojmë dhënat me censin e vitit 2023. Dhe për sa i përket popullsisë banuese me drejtë vote, sipas censit të vitit 2023 është rreth 2 milion. Pra kemi 3.4 milion votues të regjistruar, por vetëm 2 milion që kanë drejtë vote janë rezidentë në Shqipëri. Që ka do të thotë që votues potencial që ndodhen jashtë vendit, por që mund të votojnë në Shqipëri, janë 1.4 milion shqiptarë. Kjo bën që të kemi një zhbalancim të plot për sa i përket përqindjes së marrjes pjesë në votime. Ndërkohë të ndalemi pak për të analizuar se cili është raporti i votuesve të regjistruar në Shqipëri për sa i përket Tiranës. Tirana ka 913.415 votues. Diaspora ka 52.428 votues të regjistruar. Sigurisht që popullsia banuese me drejtë vote është tjetër dhe sipas censit të vitit 2023 janë 623.259 shqiptarë që banojnë në Tiranë dhe kanë të drejtë vote. Disbalanca pra është 290.156, pra të cilët janë jashtë vendit dhe kanë të drejtë të votojnë, por që mund të mos ushtrojnë këtë votë dhe ndikojnë tek pjesëmarrja në procesin e votimeve. Dhe sigurisht të përqindja e ulët pra.
Dhe për të kaluar më pas te grafiku tjetër I cili është në Fier, ku Fieri ka votues të regjistruar 381.524, nga diaspora janë regjistruar 32.555. Ndërkohë, nëse ne do të bëjmë me censin e vitit 2023, rezulton se popullsi banuese me drejt vote që është në Fier është 203.543. Ndërkohë, votues potencial jashtë vendit, pra që mund të vinë në Shqipëri dhe është një base nga indikatorë që nuk mund të matet shumë kur bëhet ajo përqindja e votuesve është 177.981. Pra sikurse ne e shohim, pra raporti është pothuajse shumë I lartë, po themi atyre që janë jashtë vendit si votues dhe atyre që janë, po themi, dhe brenda. Pra 203.000 janë ata që janë në Shqipëri dhe 177.000 janë ata që janë jashtë, përse përket qarkut Fier. Ndërkohë për të kaluar në qarkun tjetër është padyshim Durrësi, një qark shumë I rëndësishëm, I cili ka të regjistruar 351.983 votues. Të regjistruar nga diaspora për të votuar në distanca 25.014. Ndërkohë, sipas censit, vetëm 186.180 persona kanë të drejtë vote që janë banues në Durrës. Ndërkohë, votues potencial jashtë vendit janë 165.000. Prap duket Durrësi është pothuajse e njëjta shifër e popullsisë banuese me atë që është jashtë vendit të regjistruar në listat e votuesve. Çka do thotë që pjesëmarrja apo përqindja në votime, kur të dalë, po themi, përqindja zyrtare, ajo që është përqindja reale e personave që janë prezente dhe që marrin pjesë në votime duhet jetë se s'bën 2 herë, pothuajse 2 herë më lartë se sa ajo që deklarohet zyrtarisht, pra përse përket pjesëmarrjes në votime. Për kaluar një qarkun tjetër që është Elbasani, ka 331.859 votues të regjistruar, përsa përket diasporës për të votuar me post janë 25.195 të cilët janë regjistruar dhe për të shtruar drejtën e tyre votës me post. Sipas censit e vitit 2023, të dhënat që kemi përpunuar në rezulton që janë 194.147 persona me drejtë vote që banojnë në Durrës. Ndërkohë 137.712 prej tyre janë votues potencial jashtë vendit. Dhe në këtë rast, nëse ne do të shohim, shifrat janë shumë përafërta, pra ata që janë banues, po themi votues rezident dhe votues që jetojnë jashtë. Ka do të thotë që nëse ne do të bëjmë përqindjen reale të pjesëmarrjes në votime, është padyshim do duhet të rritet me 2 herë përqindja zyrtare me atë që quhet përqindja reale e popullsisë banuese që kanë ushtruar votën. Pra duhet të theksoj që përqindja zyrtare llogaritet mbi bazën e votuesve total. Kjo nuk nënkupton pra që pjesëmarrja lokale është e ulët, pra sepse mund mos ketë pjesëmarrje nga personat që jetojnë jashtë. Për Vlorën, votues regjistruar janë 307.878, për diasporën 19.942 janë regjistruar për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit pra me post. Sipas censit të vitit 2023 rezulton se në Vlorë janë 126.055 banorë që kanë të drejtë të ushtrojnë të votojnë, pra të marrin pjesë në votime. Ndërkohë, votues potencial jashtë vendit në këtë listë janë 181.823. Po të shohim për Vlorën, pra raporti e atyre që janë votues rezident me raportin e atyre që janë votues që janë jashtë është shumë më lartë i atyre që është jashtë. Ka do të thotë që nëse do të kemi një përqindje zyrtare përsa i përket Vlorës, ajo po themi pjesëmarrja reale duhet jetë 2.2 herë më madhe se sa përqindja. Pra nëse do të ishte Vlora 25 apo 30% pjesëmarrja zyrtare, atëherë pjesëmarrja reale e popullsisë rezidente është 60% ose më shumë. Pra 60% ose më shumë e personave që banojnë në Vlorë kanë ushtruar drejtën e votës, pra të paktën nëse do të kemi rindeksimin e dhënave. Për të vjuar më pas në Korçë, ku votues të regjistruar janë 266.794, diaspora e regjistruar për të ushtruar drejtën e votimit me post është 20.633, ndërkohë sipas censit e vitit 2023, popullsi banuese me të drejtë vote në qarkun e Korçës është 147.443, ndërkohë votues potencial jashtë vendit 119.351. Për të kaluar më pas në Shkodër, ku votues të regjistruar janë 261.579, ku diaspora ka aplikuar për të votuar me post me 17.452, ndërkohë sipas censit e vitit 2023 rezulton se popullsia banuese me të drejtë vote është 129.011 dhe votues potencial jashtë vendit 132.568. Sigurisht ne do të shohim në Shkodër ka më shumë votues të regjistruar që janë jashtë se sa ata që banojnë nëse do të bazojmë tek të dhënat e censit. Edhe në këtë rast nëse do të ketë një përqindje të pjesëmarrjes, do duhet ta pathimi zyrtare, personat që janë rezident apo banues në Shqipëri do duhet të tregojnë që është 2 herë më shumë pjesëmarrja atyre, pra për duke bërë indeksimin sipas të dhënave të censit të vitit 2023. Për të kaluar më pas tek
Berati që ka votues të regjistruar 169.606, diaspora për të votuar, po themi me post, është regjistruar 15.895, ndërkohë sipas censit e vitit 2023, popullsia banuese me të drejtë vote është 121.016. Votues potencial jashtë vendit janë 48.590 për sa i përket qarkut të Beratit. Ndërkohë në Lezhë, votues regjistruar kemi 164.954. Diaspora rezulton pra për të ushtruar drejtën me post është 14.753. Popullsia banuese me drejtë vote sipas censit e vitit 2023 është 81.832 dhe votues potencial jashtë vendit 83.122. Pra edhe në rastin aktual, kemi më shumë votues të regjistruar që janë jashtë Shqipërisë dhe nuk banojnë në Shqipëri se sa ata që banojnë. Si ka do thotë se sërish, përqindja zyrtare e pjesëmarrjes në zgjedhje do duhet të indeksohet duke u fishuar për treguar atë që është pra pjesëmarrja e personave që janë rezidentë në Shqipëri dhe që ushtrojnë drejtën e votës. Ky është një indikator që mund të bëhet për herë të parë pas censit e vitit 2023. Theksoj faktin që ky është procesi i parë zgjedhor ku pjesëmarrja e personave që janë prezente në Shqipëri dhe marrin pjesë në procesin e votimeve mund të indeksohet për shkak se kemi regjistrimin e popullsisë rezidente dhe mund të bëhen për llogaritje të sakta. Për sa i përket Dibrës, kemi votues të regjistruar 122.167, për diasporën kemi 9.610 personat që janë regjistruar nga diaspora për votuar me post. Për sa i përket censit të vitit 2023 rezulton se popullsia banuese me të drejtë vote për Dibrën është 87.129. Ndërkohë votues potencial jashtë vendit që janë në listën e votuesve janë 35.038 për sa i përket qarkut të Dibrës. Dhe Gjirokastra ka votues të regjistruar 114.399. Diaspora me post ka regjistruar 8.486 persona për të ushtruar drejtën e votës, ndërsa popullsia banuese me drejtë vote sipas censit rezulton në Dibër 52.528 dhe votues potencial jashtë vendit 61.871. Edhe Dibra pra ka më shumë votues të regjistruar në listën e votuesve që janë jashtë vendit se sa ata që janë prezent atje. Gjirokastra më fani. Për kaluar më pas te Kuksi kemi votues të regjistruar 81.804 persona, diaspora janë të regjistruar 3.974, popullsia banuese me të drejtë vote sipas censit të vitit 2023 për Kuksin është 48.079 persona, ndërsa votues potencial jashtë vendit janë 33.725 persona. Dhe në këtë rast pra pjesëmarrja në votime do duhet të indeksohet mbi bazën e popullsisë banuese që është në vend. Duke qenë se diaspora tashmë ka shprehur të drejtën e kësaj pjese. Dhe ky është grafiku i fundit. Dhe sigurisht do të kemi analizat tjera për sa i përket procesit të votimeve. Tashmë është momenti për të lidhur me dhomën tjetër të Election Room me kolegën time Ada Azizolli, e cila do të jetë bashkëngjiruese ime në këtë transmetim që do të zgjasë deri në orët e mesnatës dhe do të kemi të dhëna të përditësuara. Në këtë dhomë ku unë jam do të kemi analiza të projeksioneve dhe ndërkohë do kemi gjithashtu disa diskutime të shumta.